Ringjalljen e stabilitetit në skenën kulturore të vendit, Prishtina Jazz Festival e ka dëshmuar me edicionin e 13, kur po mbahet për të tretën herë radhazi pas ndërprerjes në vitin 2014. Ta njëjtë mbrëma kur u hap ka dëshmuar pasurinë e krijimtarisë muzikore të jazzit dhe për kushtimin e muzikantëve të këtij zhanri. Sfidat janë jo të pakta, por në skenën e ngjarjes, jazzi për herë triumfon. Me të hyrë aty, publiku është ndeshur me një tjetër imazh ndonse shenjat e festivaleve tjera ka pasur për herë. Duke e vlerësuar të suksesshme natën e parë të edicionit të 13, Armend Xhaferi ka thënë se ai është platforma për bashkëpunimin e artistëve ndërkombëtar me ata vendor. Përcjell me vepra të reja, sidomos për muzikantat tonë, muzikantat shqiptar. Ideja është që me njëjtën binë me përfirmu edhe njerëz nga vendet e jashtme, nga New York, nga Amerika, Evropa, për të njëjtin vend edhe ne, si muzikantë, si artista shqiptar me promovu veprat e tyre në kombinim. Festivali ka qatë qëllim me i bashku krejt njerëz, me u bë një, pavarësisht racës, gjinis, apo çka do të është. Edhe si vjet, koncertet e dyfishta kanë ardhur në programin e festivalit. I pari ka qenë i rezervuar për duetin midis pianistit Arben Ramadani dhe iranianit Javid Ardani, me instrumentin tradicional persian me emrin Ney, një lloj flauti me fryerje fundore. Instrumenti frymor ka një tingull unik e pozitën qendrore në veprën e parë me lojën improvizuese. Bëhet fjalë për instrumentin që ka pozitë jetike për muzikën tradicionale persiane, turke, hebraike, arabe e egjiptiane. Në disa nga këto tradita muzikore, Ney është i vetmi instrument frymor që përdoret. Muzikanti Javid Ardani ka thënë se ky instrument është goxha i njohur. Është shprehur se kombinimi i muzikës tradicionale të Iranit me muzikën jazz është ideale për ta. Është instrument tradicional persian i lashtë dhe shumë i famshëm për shkak të rumit. Poema e parë e tij fillon me një poezi për instrumentin Ney. Një pjesë e mirë asaj që kanë performuar është muzikë tradicionale klasike e Iranit. Disa prej tyre kanë qenë improvizime midis meje dhe Arbenit, por ne të dy kemi interpretuar më parë dhe njohim njëri tjetrin. E dinim që mund të kombinojmë muzikën tradicionale të Iranit me muzikën jazz. Ky kombinim është ideal për mua. Vepra e radhës ka qenë me titull Zare, riaranzhim i këngës Zare Trëndafile të Tefta Tashkos. Pjesa e fundit ka qenë me titull Po vijnë Krushqit, po ashtu me motive tradicionale. Në koncertin e dytë ka performuar Driton Bejta Quintet, që ka sjell kontrastet me performancën paraprake. Kitaristi Driton Bejta, udhëheqës i bendit, e saksofonisti Arian Randobrava e kanë dominuar fillimin e veprës Rolling, me të cilën është hapur koncerti i tyre. Ritmin e kanë mbajtur fillimisht tastiera e Ilir Bajrit, bas-kitaristi Fatlin Ferrati dhe loja minimale e baterive me Teoman Ukçën. Por rolet kanë ndruar gjatë tërë kohës duke ardhur në qendër të tjerat. Veprat e Driton Bejtës kanë vazhduar të prezantohen me funky. Pos shpalosjes së muzikës jazz, festivali është një lloj platforme ku muzikantët e ndajnë dhe promovojnë krijimtarinë vendore të muzikës. Mirë është që edhe në vendin tonë po marrin festivalin, majtë edhe më herët, po vazhdon kjo rrugë. Më vjen mirë që edhe unë mora pjesë si vjet me këngët e mia, me koncertin tim, me materialin tim. Edhe pse më herët kam marrë pjesë, po si antar i bendeve. Si vjet ka qenë hera e parë si udhëheqës i bendit, domethënë ku është prezantu muzika jam. Për gërshëtimin e gjithë frymëve muzikore në jazz, Bejta ka thënë se ky zhanër është i hapur për rryma të reja brenda jazzit.
Është një thënie që thotë jazzi është demokratik, në kuptimin që është i hapur edhe për rrymat të reja, si brenda jazzit në kuptimin e përparimit edhe zhvillimit, gjithashtu edhe kombinimit me zhandre tjera. Kështu që është një parem që funksionon shumë mirë nëse edhe kombinohet me zhandre tjera. Në këtë rast, unë e kam kombinu me muzikën tonë, me thonë balkanike ose orientale, pak a shumë, po kryesisht me motive shqipe. E përmbyllja është bërë me një farë kaosi muzikor që sipas autorit të veprës e ka gjetur Prishtinën në të. E ka quajtur Hometown, veprën e gjallë, të zëshme e me tinguj kaotik. Në natën hapse, ulset kanë qenë të rezervuara për kryeministrin, ministrin në detyrë të kulturës dhe kryetarin e Prishtinës, por asnjëri prej tyre nuk ka qenë i pranishëm.